Përshëndetje miq, si president i Republikës Çamërisë, sot po trajtoj një problem social mbi moshat e treta në vend, pensionistat, të cilët në 70% u kanë ikur fëmijët dhe i kanë lënë vetëm si në fshatra dhe në qytete. Ata po përballen me disa gjëra shumë të rënda për zgjidhje. Unë i kam 2 djemë që mi dha Zoti, kam dhe mbesa, kam dhe nipër. Në Tiranë i kam të gjithë, i lash fukarenj me shtëpi me qera, por kur i merr malli, vinë e takojnë baban. Njëkohësisht edhe mua, kur më merr malli për djemë, për mbesa dhe niprit, i takoj dhe çmall me to dhe më japin jetë të gjatë. Por një ditë të bukur më pyeti një, kur isha në Delvin, një i moshuar që më njifte mirë nga cila rrënjë isha. Më tha, a ke fëmijë mot asi, më tha mua. Po, i thash unë gjabeqir, kam 2 djemë, kam 2 mbesa, kam dhe nipër. Po i kam në Shqipëri. Pyeti një tjetër atje, bashkëqytetarin tonë nga Delvina. Po ti more, biri tha, a ke fëmijë? Mi kanë bota gjabeqir, tha. Kështu thot që mos i lini pensionistat. Unë fukarenj i kam lënë, po i kam këtu. Nuk e them për ligështim këtë. Bëra fëmijë për vete, nuk bëra fëmijë për botë. Bëra dhe për Shqipërinë dhe për Çamërinë. Faleminderit.